Kemi zhvendosur tani në hapësirën e intervistës, kam kënaqësinë kem studio zotin Dritan Hila, analist. Faleminderit që jeni në studio. Mirë gjeta. Zë Hila, në fakt do doja ta nisja këtë bisedë me një çështje disi delikate që duket se së fundmi ka përfshirë në vete edhe eksponent kabinetit ministror, siç është ministri i drejtësisë, ministri i mbrojtjes apo ministri i brendshëm, bëhet fjalë për çështjen e kanabisit. Ka patur një kërkesë apo një reagim nga ana e ministrit të drejtësisë për përfshirjen në aksion të ushtrisë për të zhdukur fenomenin e kanabisit. Ndërkohë kanë ardhur përgjigjet nga ministrat e kabineteve përkatëse, siç është ajo e mbrojtjes dhe e ministrisë brendshme. Ju personalisht si e konsideroni këtë kërkesë, ministri? Ushtria ka marrë pjesë dhe herë të tjera ka ndihmuar policinë në operacionet e saj për spastrimin e kanabisit, siç ka qenë rasti i Lazaratit, ku është ndihmuar me teknikë toksore, ose në rastin e Dukagjinit, ku është ndihmuar me teknikë ajrore. Dhe nuk është një fenomen i ri. Më tepër më duket i fryrë për shkak të problematikës që mund të ketë në koalicionin qeverisës pra midis PS-s dhe LSI-s. Është një praktike e njohur që kur policia nuk ja del dot, ndërhyn ushtria dhe ushtria është pikërisht për të ruajtur rendin kushtetues të vendit, mund të përdoret edhe në frontin e brendshëm shpesh herë. Dhe në rastin konkret, me sa duket policia nuk po ja del, është jashtë forcave të saj, pavarësisht se raporti thotë që vetëm 0,02% e sipërfaqes i ka shfëtuar asgjësimit, por sasitë që kapen tregojnë që është një sasi shumë e madhe, është një sipërfaqe shumë e madhe, kjo sipërfaqe që është mbjell, tashmë nuk mund t'i lihet më faji Saliut, që fajin e ka Saliu se këto sipërfaqe trashëgojnë që nga koha e Saliut, është një sipërfaqe e cila është mbjell në këtë kohë, është një problematik ku policia tregon që ose nuk ka kapacitete, ose ka segmente të mëdha të saj të korruptuara, të cilat nuk janë në gjendje që të ndalojnë dhe të frenojnë këtë val hashashit, e cila po përmbyt vendin. Prandaj, mua më duket normale, nuk ka ndonjë gjë për t'u shqetësuar që kërkohet ndërhyrja e ushtrisë në ndihmë të policisë. Pastaj shkaku sepse sa me aciditet është shpritur kjo nga ministrat të ndryshëm, atëherë kemi të bëjmë më tepër me problematikë koalicionit, po jo me problematikë se a është apo së është e nevojshme futja ushtrisë në korrjen e kanabisit. Kur themi problematikë koalicioni, pse do të ketë një ndarje kaq evidente, të paktën sipas jush në lidhje me këtë çështje? Ku është problemi? Po, koalicioni ka kohë që i shfaq fërkimet e veta, është një koalicion i cili është mbrojtur më tepër për nevojën e heqjes së Berishës, se sa një koalicion i cili ka, le të themi, një lidhje organike midis individëve, sepse si koalicion ideologjik nuk shoh se çalon, duke qenë se në një farë mënyrë janë të dyja pjesë të së tërës. Por këtu kemi të bëjmë edhe me gjuajtje në distancë. Në përgjithësi, ministrat veprojnë si përquës të vullnetit të udhëheqësve të tyre. Zoti Meta, pavarësisht se Rama vazhdimisht ka përmendur sukseset e policisë, sukseset e luftës kundër kanabisit, ka qenë zëri i cili ka thënë që neve kemi problematik me kultivimin e hashashit dhe po kthehet në një kulturë popullore. Tani, problemi është a duam të shohim në surrealitetin apo s'duam të shohim në surrealitetin. Realiteti është që neve kemi një problematik me hashashin dhe ka shumë njerëz të cilët nuk arrin ta kuptojnë që jemi në tehun e thikës. Nga do shkojë ky vend? A do kthehet në një vend kultivues droge, ku kultura do jetë kultivimi i drogës, apo do jetë një vend i cili do ndjekë rrugën normale të integrimit të tij në Europë? Dhe nuk mendoj që problematika është a do futet as do futet ushtria. Ushtria në fund të llogarive e gjithë Ministria e Mbrojtjes ka më pak efektiva se sa Ministria e Rendit. Bile efektiva operacional janë shumë më pak se sa Ministria e Rendit. Por problemi është ky. Jemi në pikën që duhet të mobilizojmë të gjitha forcat, ndoshta edhe pastruesit e ministrive, për t'i futur që të ndalojnë këtë lumë hashashi. Le të thotë sa të doj kryeministri që nuk ka hashash, le të dalë sa të doj Guardia di Finanza të thotë që s'ka hashash. Unë kam lexuar raportin vjetor të Guardia di Finanza, e cila fliste edhe për operacionet e saj në Nigeri, po nuk fliste fare për operacionet që ka bërë në Shqipëri. Aq më tepër që kanë dalë fakte që raportin e Guardia di Finanza e përgatit policia shqiptare.
Pra, dhe në qoftë se neve do niseshim nga shifrat që ka dhënë ky raport, thotë që janë vetëm 0,02% e sipërfaqes. Pra e bie janë kultivuar vetëm 400 metra katror që japin vetëm 400 kg hashash. Në një kohë që çdo ditë zihen nga 600 kg deri në 1000 kg. Atëherë ky 400 kg si sa shumë fishoka. Jemi në një emergjencë. Mua nuk më duket në një herezi kjo që ka bërë zoti Manjani. Problemet koalicion pastaj janë evidente që ky është problem koalicioni, jo problem. Do i cekim fakt edhe në vim, por do doja ta përmbytja pak të çështjen e kanabisit, se është disi delikate, ka ngasmuar opinionin publik, flitet shpesh për hashash, për kanabizim, për kultivim lëndë narkotike. Policia në fakt duket se ditë për ditë po e bën punën e saj. Ndoshta edhe duke kapur sasi goxha të mëdha, tonelata, sikur se thatë ju, kanabis. Fakti që kultivohet është pranuar edhe nga ana e qeverisë. 0,02%. Është nga ana tjetër, unë do doja Do të thënë një shifër barsalete kjo. E qartë. Por kjo punë e policisë, sigurisht duke pranuar që ka kultivim kanabisi, për karshi dhe kritikave të opozitës apo kritika që mund vinë ndoshta konstatime që mund vinë dhe brenda zërave të koalicionit, duke pasur parasysh dhe raportin, mendoni se ka diçka që shkon, ka diçka që ndoshta është disi e zmadhuar, apo realisht nuk po ecën siç duhet puna e policisë? E thash, në ndërhyrjen që u bëra, jemi duke folur për një shifër barsalete, 0,02% e sipërfaqes me hashash i ka, do thënë kështu është totalesh me inteligjencën e shqiptarëve. Jemi në një pikë që kryeministri duhet të ketë një lloj lidhje me fjalën që thotë. Do thënë kur e thot kryeministri, kjo merret për një e vërtet 99%. Në qoftë se ti thua që na ka shpëtuar 0,02% dhe policia zë për ditë me kuntal hashash, kjo tregon që kryeministri nuk është i sinqert me zgjedhësit e tij. Le të ikim kësaj pike. A është në gjendje policia? Vetë ministri Rendit e ka pohuar që policia ka problematikën e saj me njerëzit e infiltruar nga kriminaliteti, të korruptuar. Ka pasur rastet evidentuara Ka pasur rastet evidentuara dhe kjo nuk shpjegohet ndryshe. Pa një bashkëpunim të eksponentëve të policisë është e pamundur. Unë do t'i jep vetëm një rekomandim gazetarëve investigativ. Le të shkojnë në vendet që akuzohet për kultivim të hashashit dhe të shikojnë me çfarë foristradas lëvizin drejtorët e policive të atyre rajoneve. Unë kam qenë në një rajon të jugut dhe kam parë një drejtor policie që lëvizte me një Range Rover 100.000 eurosh. Ku e gjeti ai punojnë si shtetit. Unë gjithë jetën time e kam pasur rrogën sa 3 fishit tje dhe nuk jam në gjendje të lëviz me një makinë të tillë. Pra, kjo është evidente që ka një korruptim të strukturave të shtetit. Futja e ushtrisë nuk shikoj asnjë problematik. Bile vendet të botës kanë një strukturë policore të ushtrisë, siç është karabinjeria në Itali, xhandarmeria në Francë, xhandarmeria në Kroaci. Në qoftë se neve do kishim aplikuar një projekt ligj të hershëm krimin e xhandarmerisë, atëherë xhandarmeria hyn në ato momente, si në çdo vend të botës, kur i rrëshqet situata nga duart policisë, sepse dihet që xhandarmeria është një trup më besnik ndaj shtetit. Pra nuk kemi asnjë pikë. Ndërsa të vazhdosh të tallesh, të thuash që nuk je në situatë emergjence, kjo i kalon kufit sepse një burr shteti në momente caktuara duhet t'ju jap kurajë njerëzve edhe duke minimizuar rrezikun. Por tashmë rreziku neve na ka ardhur te dera. Unë në oborrin e pallatit tim shoh të rinj që e pin hashashin siç ne pinim dikur duhanin. Dhe hashashi është i përhapur në të gjitha segmentet e shoqërisë, nëpër shkolla, e kemi nëpër shkolla, e kemi në dyert e pallatit. Më shumë se kaq, çfarë do bëjmë? Unë jam i shqetësuar për të ardhmen e vendit tim. Unë jam i shqetësuar se ku do rriten fëmijët tanë. Në Gjirokastër problemi më i madh i prindërve është se si të mbajnë fëmijët larg konsumit të hashashit. Atëherë ti thua që nuk ka hashash. Atëherë je një njeri i cili nuk ke lidhje me realitetin. Unë e kam thënë vazhdimisht dhe dëshiroj ta përsëris. Në Kolumbi ka pasur një shtresë popullsie e cila nuk dinte më të bënte gjë tjetër veç të kultivonte kokainën, quheshin kokaleros. Kjo me sa duket, kur e kam thënë i ka djegur shumë dhe ministrit të Rendit edhe kryeministrit se e përmendin vazhdimisht Kolumbin, janë njerëz të cilët pavarësisht ndërhyrjeve të OJQ-ve, ndërhyrjes amerikanëve nuk din prapë të bëjnë asnjë punë tjetër. Dhe neve po harim në pikën ku në segmente të caktuara, në zona të caktuara të vendit kemi njerëz që nuk din të bëjnë punë tjetër veç të mbjellin hashash. Urdhoni, shikoni Lazaratin.
nuk din, kanë mbetur si peshku pa ujë, sepse për 20 vjet rresht e vetëm punë që bënin ishte kultivimi i hashashit. Dhe neve kjo po na shtrihet në Kurvelesh, po na shtrihet në lumin e Vlorës, po na shtrihet në Dukaqin, nuk është justifikim që këta njerëz janë të varfër. Si që nga i varfër në Lazarat dhe nuk është i varfër ky që është në Dervician, njëri mbjell hashash, tjetri mbjell domate. Si që nga i varfër ky në Kurvelesh, pastaj zotëri, ti je ministër i rendit, ti je për të luajtur shkopin e gomës. Nuk je për të më treguar mua sa të varfër janë. Varfëri ka në gjithë botën, po kjo nuk të jep të drejtën e krimit ty, sepse mbjellja e drogave është krim. Pavarësisht se pastaj përpiqemi ta lehtësojmë me jo qëllime mjekësore. Këto janë pastaj të shmangës realitetit. Për të mbetur tek çështja e ministrit Brendshëm, në një përpjekje për të zvogluar, për të reduktuar fenomenin, ai ka propozuar të paktën eventualisht një projekti për ndryshimin e kodit penal, konkretisht në pjesën e ashpërsimit të dënimeve për vepra penale që lidhen me kultivimin e lëndëve narkotike. Ju e shikoni këtë përqasje të vazhdueshme të qeverisë për ta shpërsuar politika dënuese si një zgjidhje ndaj këtyre problemeve? Jo, e ka ikur situata nga dora ministrit të rendit. Ministri i rendit po thotë që të ndryshojmë politikat bashkë me të dënojmë më pak viktimat se sa trafikantët e mëdhenj njërin e tjetrën. Kjo është, kësaj thonë të ikë situata nga duart. Kjo tregon që ty të ka ikur ajo vala e parë, nuk je në gjendje t'i bësh fre valës së parë, që presupozonte ndalimin total të drograve dhe tash do të bësh politika diferencuese. Le t'i bëjnë këto politika diferencuese, por nuk do jenë këto që do t'i japin rrugëzi dhe bile kam frikë se do ta rëndojnë problemin, do ta agravojnë më tepër problemin. Duhet të mobilizohemi totalisht si shoqëri, ta kuptojmë që këta njerëzit që kultivojnë hashash dhe njerëzit që e trafikojnë hashashin janë armiqtë e fëmijëve tanë. Ministri i rendit, nëse nuk e bën dot punën e ministrit të rendit, nuk ka nevojë të bëj as Jean-Jacques Rousseau, as politikat sociale, aty është ministri i policëve. Të lozi shkopin e gomës, t'i dalin në fund. Nuk ka fuqi t'i kërkojnë ndihmë ushtrisë dhe t'i thotë që unë sipërfaqja është e madhe, nuk ka asnjë gjë, hajde më ndihmoni, por jo të rrotullojmë gjuhën në gojë. Ndrojmë disi temën e bisedës për të ndalur pak të çështjet e aktualitetit politik. Ka patur sot një mbledhje informale të kabinetit qeveritar, kryesisht me ministra vetëm nga ana e Partisë Socialiste, pa prezencën e atyre të LSI-s. Si e shikoni këtë? E shikoni një sinjal që ka një fërkim, ka një ngërsh mes dy aleatëve kryesorë të koalicionit, apo është thjesht diçka strategjike njërës palë? Nuk më duket në një veçantë që është bërë mbledhje e ministrave, ka bërë dikur edhe Meta me ministrat e vetë, LSI-s nuk e mbaj mend kohën, po përpara e ka bërë. Është një lloj mënyre për të krijuar lajm. Këtu nuk e bën mbledhjen mirë. Kjo është një gjë që do vendoset në tavolinë midis zotit Meta dhe zotit Rama, a do ta vazhdojnë as do ta vazhdojnë koalicionin. Nuk besoj se asnjëri prej tyre ju merr mend ministrave se çfarë bëjnë me koalicionin në tutje. Te pjesa e marrëdhënies brenda koalicionit, ju thatë se ka fërkime. Konstatoni fërkime, konstatoni një të ardhme tek koalicioni në zgjedhjet e ardhshme? Është shumë shpejt që të bëj parashikime. Është jashtëzakonisht shpejt për të bërë parashikime. Kuptohet që ky koalicion ka probleme të mëdha. Nuk e di se si do funksiononte edhe 4 vjet të tjera, sepse jemi në një gjendje stagnacioni ku në qoftë se nuk lëviz Meta, e shoh një situatë politike shumë të qetë, e cila vetëm se do asfiksoj vendin. Ne kemi probleme në rritjen ekonomike, kemi probleme në strategjitë ekonomike, e vetmja mbas 4 vjetësh, e vetmja strategji që doli ishte importi plerave. Do të thënë të kthesh këtë vend në një riciklues plerash, më duket se ke dështuar nga gjitha synimet që i kishe vendosur vendit për ta kthyer në një pol turizmi, për ta kthyer në një pol të zhvillimit të universiteteve, të industrive, të cilat do kërkojnë krah pune të kualifikuar dhe ti shmangeshim asaj industrisë së fasoneve, të cilën po e shmang edhe Afrika e Veriut është. As Kina nuk e bën me industrinë e fasoneve. Ne vazhdojmë jemi në këtë pikë. Koalicioni për mendimin tim politikisht ka ende kuptim, ekonomikisht më duket se jemi në një lloj qëndrimi në vend numëror i cili të vazhdojë edhe 4 vjet të tjera, 5 vjet të tjera më saktë, ka vërtet problematik. Preket një temë që realisht ka ngacmuar shumë opinionin publik. Ka patur
reagim tashpër edhe nga shoqëria civile. Opozita sigurisht ka qenë prezente në kritikat e saj, në pretendimet e saj, që lidhen me legitimitetin e kësaj nisme nga ana e qeverisë, bëhet fjalë për importin e mbetjeve, për ligjin e mbetjeve. Një ligj i cili duket sikur ka futur një ngërç edhe marrëdhënien mes palëve kryesore që drejtojnë vendin, pra mes LSI-s edhe PS-s. Ka patur një reagim nga kreu i kuvendit zoti Ilir Meta, një herazi kreu i LSI-s, i cili thotë se për të marrë një mendim sa më konstruktiv, sa më gjithëpërfshirës, përsa i përket kësaj çështje që ngacmon disi edhe shtresat e shoqërisë, ndoshta duhet kemi një ekspertizë nga Bashkimi Evropian. Si shikoni këtë pretendim nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila për hir të vërtetës ishte aty kur u miratua ligji dhe kur kaloi? Është një moment kur u miratua ligji, i cili kaloi, ishte domethënë një zhvillim blitzkrieg, luftë trufe që u bë. Me njëherë kaloi një ligj i cili ishte debatuar për para 3 vjetësh. Sot topi është rivendosur në fushë dhe zoti Meta e kupton që nuk mund ta kaloj prap këtë lloj votimi siç e kaloi radhën e kaluar. Pse mendoni se s'mund ta kaloj? Po s'është sepse u evidentua, tash PD-ja doli kundra. PD-ja ka votuar kundra këtij ligji, antarët e PD-jus. Zoti Meta jo të gjithë kanë votuar pro ligjit, vetë zoti Meta doli në momentin e votimit. Mos gaboj në gjuhën juridike, ky është një lloj ligji i cili nuk kërkon shumicë të cilësuar. Dhe u shfrytëzua rasti që PS-ja kishte ata njerëzit që e kanë votën në mënyrë automatike, siç thotë kryetari, dhe me 63 vota ligji kaloi. Për fat u kthye nga presidenti. Argumenti që nxjerr zoti Meta që t'ja u lëm ekspertëve europian, mua më duket se është më tepër një argument për të fituar kohë. Unë të njëjtën pikërisht këtë temë kisha, ku ishin të ftuar palë nga shoqëria civile dhe politika dhe shoqata e ricikluesve. Dhe mu desh që të lexoja komplet legjislacionin, që nga Konventa e Baziles, të direktivat e Komunitetit Evropian dhe të rekomandimet që janë dhënë neve. Po ja u them me bindje që Komuniteti Evropian jep direktiva, jep rekomandime. Në qoftë se ti do t'i bësh apo jo, është se si ti e shikon veten të përshtatshëm dhe a je në gjendje që ta bësh këtë riciklim mbetjesh. Unë mendoj që edhe në qoftë se do bijem ekspert europian, ekspertët europian do thonë atë fjalë të cilën do ketë qef të dëgjoj politika. Atë fjalë e cila do marrë shumicën nesër. Prandaj mendoj që më mirë ta bëjmë me atë se çfarë mendojmë neve shqiptarët. Neve shqiptarëve, na intereson që ky ligj mos kaloj. Nuk dua të bëj propagandë, po i bie fare shkurt. Nuk kemi kushte të importojmë mbetje, nuk na leverdis fare që për një industri të vogël neve të detyrohemi të importojmë mbetje. Mund të falimentojmë, çfarë të bëjmë njerëzit, lindin, jetojnë, vdesin. Dhe industria ka një cikël që për këtë vend, i cili fatkeqësisht nuk është marrë asnjë përgjegjësi nga politika për sa i përket pastrimit, është në këtë situatë. Le t'i futemi se çfarë do bëjmë. Por jemi në një pikë të dyshim, që kur kalon ky ligj, janë miratuar edhe leje për inceneritor, çka do të bëj djegjen e mbetjeve. Dhe këtu është një problem i madh se nuk e dim kush i ka dhënë lejet, pronësit kujt janë, çka kapacitetesh kanë, si do operojnë. Dhe neve jemi në rrezikun që të helmatisemi totalisht. Atëherë, në një vend i cili ka politikë të papërgjegjshme, për sa i përket fjalës së dhënë, sepse bëjmë fjalë për një forcë e cila në 2013 erdhi e tha që nuk do ketë mbetje. Kush importon mbetje është mafiot. Pas 3 vjetësh e dredh, kjo është e pashembull. Kemi të bëjmë me një vend i cili administratën e ka shumë të dobët. Kemi të bëjmë me një vend i cili nuk ka një laborator të akredituar për të kapur këto mbeturina të cilët mund të jenë biohazard ose radioaktive. Bëhet fjalë për një vend i cili administrata është lehtësisht e korruptueshme. Atëherë, cila është rrugëzitja? Bllok total. Derisa të forcohet vendi, të krijohet kultura e riciklimit të mbetjeve, të forcohet administrata. Dhe kjo do doj minimalisht 20 vjet. Këto shoh pastaj që japin domethënë duke vënë kazanet e ricikluar e mbetjeve të diferencuara. Me një spunto nga nisma e kryebashkiakut Velie në Tiranë. Këto janë, domethënë, Velie vazhdimisht bën spalën që quhet në sport të kryeministrit të vet, që ja po vendosim disa kosha. Unë jetoj te komuna e Parisit edhe për çdo ditë shikoj aty popullsi rome që është mbi kazan për të bërë
seleksionimin, po jemi ku jemi shumë larg. Belia i leti futet kësaj pune, i uroj suksese, po do doj të pak një 6 mandate të Belis që të arrim në nivelin e qeveria me gjithmonë ato mbledhje që bën të diferencuara të arriti të çojë në industrinë e riciklimit. Ka punë të tjera për të marrë. Meqense jemi te kjo çështje, do doja dia që paktën mendimin tuaj në lidhje me qëndrimin e opozitës. Një opozitë e cila ka patur një qëndrim tjetër në të shkuarën, sot del të paktën duke kundërshtuar në nismën e qeverisë. Ju thatë që ishte një qëndrim paktën përmes këtij ligji i qeverisë, ndryshe nga ajo që ishte premtuar, por nga ana tjetër si shikoni qëndrimin e opozitës teksa tashmë kundërshton këtë ligj. Opozita kërkoi falje. Kërkoi falje, nuk e di, më thënë të drejtën personalisht nuk besoj që kjo falje është në sinqert që ka kërkuar. Megjithatë kërkoi falje. Nuk pash zoti Rama t'ju kërkonte falje ricikluzëve. T'ju thoshte më falni se para 3 vjetësh gabova. Edhe t'ju thoshte shqiptarëve më falni që para 3 vjetësh unë ja futa kot me juve. Hajde, do doja të vija në pushtet dhe ju çova ju nxora shesheve. Nuk e bëri. Këta e bën, kërkuan falje. Mua nuk më intereson se kush bëhet pal në këtë pikë. E bëri opozita, Bujrum është e mirë pritur. E bëri LSI-ja është e mirë pritur. E rëndësishme për neve është që të frenohet ky import. Në fakt, ligji është kthyer tashmë nga presidenti, ju e përmendët, do të diskutohet sërish në komision. Për ta përmbyllur këtë pikë, do doja t'ju bëj 2 pyetje që lidhen. E para, a do duhet kishte reflektim, që të kishte një ligj ndoshta për të mbajtur qëndrimet e të dyja palëve, që pse jo mos ishte totalisht anullues, por nga ana tjetër të kishte edhe disa kompromise me atë që kërkon shoqëria civile, me atë që kërkohet paktën nga qytetarët. Dhe e dyta, nëse ndodh diçka e tillë, arriten ngjasat për të kaluar ky ligj? Atëherë, ne jemi mësuar në modus operandi në politikës shqiptare që na hedh një bombë të madhe që pastaj kur të vijë ajo bombë e vogël të na duket lule. Dhe na hodhën bombën. Kam frikë se mos jemi në pikën që kjo ka qenë plani B i qeverisë. Hodhëm bombën e madhe, pastaj ta reduktojmë në një bombë më të vogël që të zvoglojmë, po ja se do zvoglojmë kuota, do vetëm në letër, është e pamundur, janë kushtet e pamundura që të bëhet importi. Pikë. Ose vihet bllokim total, ose pastaj të gjitha argumentet e tjera janë të rrotullosh gjuna. Dëm shpërble këta riciklues, të cilët çuditërisht na pas kanë marrë fabrika me kapacitete 4 herë më të mëdha nga që ishin vendin, dhe tash na thonë që unë duhet të importoj mbetje sepse më fal, pse s'investove ti në industrinë e konservave, të domateve, çfarë të them, në industrinë përpunuese, bujqësore. Po investove pikërisht në riciklimin, në plera, pse se nuk i bën asnjëri, do marrim neve plera. Po kush është ardhmja e këtij vendi? Cila është strategjia? Do bëhemi vend ku riciklojmë plerat. Jo, më ardhmja jonë është turizmi, minimalisht turizmi. Janë shkollat profesionale ku të rriten, janë industria lehtë. Kjo është ardhmja jonë, jo industria e riciklimit të plerave. Ose ka dalë edhe termi mbetje tash. E qartë, është një përpjekje për të tridimensionuar terminologjinë. Plera mbetën, sido që t'ja vësh. Zoti Ila, unë ju falenderoj shumë.